Mësimi i imanit ka dy nivele kryesore. Mund të ketë edhe pastaj degëzime tjera, por do të fokusohem në dy nivelet kryesore të mësimit të imanit. Niveli i parë i mësimit të imanit është të mësojmë teorikisht për imanin. Do të thotë për kufizimin e imanit, argumentet e imanit, pastaj çështjet që dalin nga imani në kuptimin e njohurive, në kuptimin e gjykimeve, kush është pastaj musliman, kush nuk ka musliman, gjitha këto janë tema që kanë të bëjnë me imanin. Dhe niveli i dytë i mësimit të imanit është ta mësojmë imanin për të jetuar me iman. Ta mësojmë imanin që të jetë funksional në jetën tonë, që në situata ku duhet vepruar me iman si besimtar, të jetë funksional, të jetë imani aktiv. Nga se sot, në shumë situata, për shembull, e gjejmë veten se imani jonë është pasiv, ose nuk është aktiv sa duhet në situata të caktuara, në reagime të caktuara, në qëndrime të caktuara. Dhe ky defekt tregon se kemi probleme këtë nivel të mësimit të imanit.